Komisioni Evropian ka ndërmarrë hapa për të bllokuar financimin e teknologjisë diellore të prodhuar në Kinë, për shkak të frikës se mund të përbëjë një kërcënim për sigurinë e rrjetit elektroenergjetik evropian dhe madje të shkaktojë ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike. Vendimi pasqyron shqetësimin e rritje në Bruksel se varësia e Europës nga teknologjia gjelbër kineze e bën Bashkimin Evropian më të cënueshëm ndaj rreziqeve të sigurisë. Ndalimi fokusohet te inverterët solar, të cilët shpesh përshkruhen si truri e sistemeve të prodhimit të energjisë diellore. Këta inverter janë pajisje që shndërrojnë energjinë diellore në energji elektrike të përdorshme. Ata janë të lidhur me internetin dhe shpesh mund të kontrollohen nga distanca për qëllime mirëmbajtje dhe përditësimit të software-it. Gjatë vitit 2024, 61% e të gjithë inverterëve të importuar në Europë vinin nga Kina. Huawei dhe Sungrow janë dy prodhues inverterësh që dominojnë jo vetëm tregun evropian, por edhe të global. Disa prodhues kinesë kanë furnizuar pajisje për më shumë se 220 gigawatt kapacitet diellor të instaluar në Europë. Nuk ka asnjë rast të njohur që inverterët e prodhuar në Kinë të jenë përdorur për të fikur pjesë të rrjetit evropian. Megjithatë, shqetësimet u shtuan pasi Reuters raportoi në vitin 2025 se zyrtarët amerikanë të energjisë kishin zbuluar pajisje të dyshimta komunikimi brenda disa inverterëve të prodhuar në Kinë. Debati për këto zhvillohet në një kohë kur Europa po rishikon varësinë e saj nga importet e teknologjisë kineze për energji të pastër. Sipas të dhënave të grupit Lum, Kina përbën 98% të importeve të paneleve diellore dhe 88% të importeve të baterive litium-ion në Europë. Ky organizëm ka paralajmëruar se funksionet e aksesit në distancë në teknologjitë energjetike të lidhura me rrjetin mund të krijojnë dobësi potenciale në sistemet elektroenergjetike. Brukseli po mban gjithnjë më shpesh një qëndrim më të ashpër ndaj importeve kineze, që konsiderohen si rrezik për sigurinë ose si kërcënim për industritë europiane. Në mars, Komisioni Evropian prezantoi aktin për përshpejtimin industrial, i cili synon të drejtojë më shumë financime drejt teknologjive të gjelbëra europiane, përfshirë bateritë dhe automjetet elektrike. Komisioni ka paraqitur gjithashtu një rishikim të aktit të sigurisë kibernetike, i cili do të japë Brukselit kompetenca më të mëdha për të kufizuar kompanitë kineze në infrastrukturën kritike, si komunikimet apo furnizime me energji në të gjithë Bashkimin Evropian. Aktualisht 80% e sistemeve të reja diellore në Europë mbështeten te inverterët kinez, sipas të dhënave të Këshillit Evropian për prodhimin e pajisjeve solare. Nëse furnitorët kinezë të rriqen nga përmbushja e kërkesës europiane, prodhuesit vendas do të duhet të mbushin një bëshllëk të konsiderueshëm.